Ato janë çështjet të majtisave dhe këtyne që edhe në Amerikë Donald Trump i ka ndaluar edhe me ligj. Ke fjalën për homoseksualet? Po i ka ndaluar me ligj. Ama jo, ne po të. Ja, edhe ata njëjtë janë. Më thotë që thënë looks of me, hajde shkojnë gjojnë në arena, martohen femën me femën e morën me fëmijën. Kjo, domethënë, unë po flas. Nëse shikon deputetët vjen ligji. Jo, se votojnë. Si kishe votu? Ja, absolutisht. Unë jam i djathtë, unë jam republikan në Amerikë. Me Amerikanë, si votoj ato ligje. Merret 2 vjet. E shtinin një dhunë. Lej 10 vjet që mujnë me ta bon 2 burra. Që mujnë me ta bon një fëmijë. Therro mu, unë vi i pakzej. I thëm gjithjave emnin qështu. Merri 2 gra. Shtini 30 vjet, lej një dhunë. Që mujnë me ta boj fëmijë. Ama tash po dalin metodat me Me çka ti po flet, na po flasim me çato dyja se metodat pa mor forën kërkon a? Jo, pa mor forën normal jo. Qëre, gruaja është fora, burri është fora. Do dha një kundër. Ja, unë jam për drejtat barabarta me fuqinë e barabartë që kanë në familje moshkulli edhe femna. Unë jam me drejtat barabarta me i trajtu barabartë si moshkullin, si femnën, me fuqinë që e kanë. Tash i kim plot punë që femna s'mu i bojnë, se kanë fuqinë. I bjen që barazia në farfon është... Po nuk e kumbona ato, ka po zoti. Nëse unë kjo pa drejtësi ka po zoti, jo. Jo, ja kam fjallë nëse të thot një vajzë edhe në du me u konë me barabartë me burë, nëse burë shka punon fabrik të bloka të ka një gesi. Po s'puna na si femën atë? Pa të s'ka barazijet e? Po jo, nuk ka punë barazijet, se s'munët aja. Se zoti e ka kriju moshkullin, edhe lonin, edhe demin, i ka kriju batë fuqishëm, edhe me kje këna punu jo me lëp.